Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministre dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, inspektuan kantirin e autostradës Elbasan-Lekaj me një gjatësi totale prej 40.7 kilometrash. Segmenti rrugor që fillon nga fshati Bradashesh, kalon në Peqin dhe përfundon në Rogozhin, pritet të përfundojë pranverën e ardhshme. Me hyrjen në Bashkimin Evropian, jo vetëm që mbështetja financiare rritet në mënyrë eksponenciale, 90% e mbështetjes për një vend anëtar nuk është kredi, po është grant, do me thënë është fond solidariteti i vendeve kontribuese për vendet përfituese, siç do jetë Shqipëria. Unë jam shumë e sigurt që tashmë edhe në kantierin e Vorhani Hotit ne do të kemi të njëjtën performancë të stafeve tonë, kështu që do hapet rruga pastaj për vijuar me gjithë projektet e tjera. E pranishme në takim me fermerët e Cerrikut, ku merrte pjesë dhe kryeministri Edi Rama, ministra e Bujqësisë Denaj theksoi se në 10 vitet e fundit është bërë një punë e madhe fal mbështetjes dhe kontributit të fermerëve dhe bizneseve bujqësore. E kemi nisur me një mbështetje me kredit but në një vlerë 250 milion euro për mbështetje të bizneseve SME, me një norm interesi që fillon nga 3.5%, po vetëm për bujqësinë. Gjatë bashkëbisedimit, një fermer ngriti dhe shqetësimin në lidhje me pensionet e ulta, teksa bëri një pasqyrë të situatës së pensioneve në vend. Rama tha se Partia Socialiste synon që pensioni minimal të jetë 200 euro. Sipas Ramës, pensionet janë çështja më delikate në aspektin e buxhetit të shtetit dhe kapaciteteve që ka buxheti i shtetit. Kjo do të varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga rritja ekonomike dhe nga Bashkimi Evropian. Është shumë i rëndësishëm Bashkimi Evropian edhe për këtë. Do t'ja u them pse. Të synojmë pension minimal 200 euro. Për gjithë. Rama theksoi se ekonomia po rritet me shifra të qëndrueshme, ndërsa përmendi edhe disa investime që janë bërë në Cerrik.